Mirëmëngjes të gjitha, mirë se vini sot në një tjetër ditë re, po ditë me shi sot dhe siç është e parashikuar pritet sot këtë dyndje. Do t'i shkunin gjitha sot. Shiu pika, bluza ime me pika. Kemi Monikën me vija sot. Kemi Monikën me vija sot, por kemi Tiranën e cila sot do t'jetë sikundër është paralajmëruar nga sinoptikanë e ndje që do të ketë një intensifikim të rreshjeve sot, po edhe nga autoritetet e bashkisë ne do të merrem pjesën e parë të programit me këtë gjë. Një vëmendje jo vetëm të institucionit, pra të bashkisë që administrojnë qytetin, por edhe qytetarëve për të shmangur disa rrugë të cilat kanë qelluar të jenë gjithmonë problematike sa herë ka vërshime të rreshjeve dhe për rrjedhoj pastaj mundet të krijojnë problematika nga mesdita e tutje. Ndaj bëni të vëmendshëm pjesën e parë të programit se do të tregojmë se çfarë masash duhen marrë në këtë rast. Ndërsa në vim programi do të flasim për pronën. Ka 25 vite që flitet për pronën, sigurisht që ka qenë një mishmash i vërtet të çështjet e kompensimit të saj. Deri më tani është bërë vetëm kompensim financiar, por qeveria ka vendosur për kompensim fizik. Çfarë kuptohet me kompensimin fizik dhe me çfarë tokash do të këmbehen pronat e humbura nga disa pronar, ne do t'i sqarojmë sot. Kryeministri tha që Shqipëria nuk do të hap kufijt për refugjatët sirianë. Po pa diskutim që kur më pas erdhi një tjetër formë e marrjes përgjegjësisë, duke thënë që Shqipëria do të luajë rolin e saj dhe do të marrë përgjegjësitë e saj në gjithë këtë krizë që po ndodh, në Korçë janë duke u bërë gati kampet e pritjes. Ne do të shkojmë këtë mëngjes në Korçë për të kuptuar më shumë dhe për të kuptuar se në ç'kushte do të sistemohen ata të cilët Shqipëria do të marrë përsipër t'i strehojë. Shumë prej sirianëve ju e dini që Shqipërinë duan ta përdorin si vend tranzit, sepse nuk duan të qëndrojnë këtu, shohin vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Për ta mbyllur me sport, do të flasim për fanelen që do të përfaqësoj skuadrën kuqezi në Euro 2016 e kemi parë të gjithë imazhin e saj fanele. Gjithsekush ka shijet e veta dhe opinionin për imazhin e saj, por ama është një nga 5 fanelat më të shtrenjta në Euro 2016. Shumë mirë, dhe ne do ta mbyllim me dokumentarin për rrugtimin kuqezi drejt finaleve të Europianit. Ka pas të betejën në Ballkan, po kur thamë që serbët le të na shohin duke pi birra nga shtëpia, nuk e kishin kot se disa djem kanë bërë një dokumentar, do t'i pyesim në pjesën e fundit të programit. E nisim tani si çdo ditë me gazetat, edhe këtë mëngjes na pret Monika Stafa. Mirëmëngjes Monika. Mirëmëngjes koleg Eno, mira. Si u zgjova ti sot? Mirë, po filloj të mësohem këtë orën e biologjike të zgjimit. Unë jam i bindur Monika që në ditën e shtunë apo të diel kur do të jetë dita jote e pushimit do të hapen syt automatikisht në orën 6:10. E di, sepse kemi provuar për shumë vite këtu së bashku. Po si thon gjyshërit, zgjimi herët është i mirë, e ke gjithë ditën përpara tënde. Ka të mirën e vet dhe kjo. Mirë Mona, po dëgjoj me titujt e gazetave. Po e filloj me njëherë, Shqip hapet me krye artikullin Byroja, të riqen Partia Socialiste dhe PD në diskutim 8 çështje të tjera të nxehta, pikat ku lëshuan palët. Nis dialogu politik, marrëveshja e parë, BKH jo në varësi të Ministrisë së Brendshme, konsensus edhe për këshillin e emërimeve. Në faqen 3 do ta gjeni më gjërësisht material. Pronarët marrin tokat, 24 milion dollar amerikan për kompensim. Vendimi sot nis kthimi fizik, skema për tokat e lira dhe kompensimi në faqen 4 dhe 5. Tahiri jemi imun ndaj terrorizmit, nishani të dekretoi ligjin e kamerave. Policia forcon masat në kufi në faqen 10. Policët në gjyqin e Prengës dëgjuan krisma spam arm. 4 dëshmimtarët nuk e kemi parë deputetin në vendngjarje, seanca gjyqësore dje do ta gjeni më gjërësisht në faqen 11. Kërkohej nga Franca, konjarive dorëzohet në prokurori, akuzat në faqen 10. Moti i ftohtë rikthehet sërish, Bashkia dhe Ministria e Brendshme. Qytetarë bëni kujdes këto 2 ditë në faqen 14. Editorialet janë në faqen 9, nga Ylli Polovina, këta janë anti-musliman dhe sfidat e perëndimit nga Elmaz Haxhiraj, po në faqen 9 të kësaj gazete. Suplementi ndryshe vjen me 3 materiale interesante, surpriza, ide origjinale për një takim sa më romantik në faqen 17, evolucioni, a kemi prekur fundin e celularëve në faqen 18, vajzat kineze në garë, cila kabelin të hollë sa një letër A4 në faqen 19 të kësaj gazete. Ecim më tej me gazetën Mapo, hapet me krye artikullin Byroja e hetimit, PSD arrin marrëveshje, negociatat në faqen 5. Gjyqi i Prengës, policët mbrojnë deputetin, nuk e pam në sherin para komisariatit në faqen 7. Entuziazmi kuqezi dhe frika Debiazi, italiani drejt Lazios në faqen 13 dhe 17. Qeveria 3 vendimet për kthimin dhe kompensimin e pronave në faqen 3. Më poshtë opinionet përse liria e shtypit është biznes i mirë nga Lucy Markus në faqen 10,
Çmend Pronari nga Gentian Kaprata në faqen po 10 të kësaj gazete, toleranca nuk është një ide fetare, vjen një koment nga Gilman Bakalli në brendësi të saj. Masakra, 2 vëllezër kryen sulmet vetvrasëse në Bruksel në faqen 8 dhe 9. KQZ rrëzon 3 kërkesat e PD-s për referendum, Maltezi, vendim i betonierëve në faqen 4. Shqiptarja.com hapet me kryetitullin vendimi i qeverisë. Pronat, jasi do të kryet kompensimin në para apo fizikisht, në faqen 10 dhe 11 të kësaj gazete. Prej 2 vitesh jetoj në lagjen e terroristëve në Bruksel, 48 orë pas masakrës rrëfimi i Fatos Mahmutaj, në faqen 2 dhe 3. Konfirmohet nga ADN Doçi vrau sulku në Holand nga Elton Quno në faqen 14. Ndërpritet kontrata e Berishës për Bakrin e Rubikut në faqen 19. Më poshtë Veliaj 35.000 lule do të mbillen në sheshin Skënderbej në faqen 9. Drejtësia në byroja në varësi të prokurorisë speciale në faqen 6. Lu, byroja kombëtare e hetimit do të arrestoj Al Caponët shqiptar. Ambasadori, kini besim tek byroja e hetimit sepse Amerika do të investojë miliona dollar për të në faqen 7. Certifikimi gjuhës gjermane, Chelsea për punësim në faqen 15 dhe 18. Gazeta shqiptare hapet me krye artikullin Revolucion me pronat, kushtet për kthim fizik e kompensim. 3 vendimet, qeveria, procedura e re, 23.000 hektar do të ndahen pronarve. Në faqet e brendshme të saj, më poshtë, Donald Lu, byroja kombëtare e hetimit do të jetë e pavarur, arrest për Al Caponët. Ambasadori Shqipërisë, policët do t'i nënshtrohen makinës të së vërtetës. Në faqen është 2. Ndërkohë, PS e PD bien dakord për byron kombëtare dhe Këshillin e emërimeve në faqen 3. Pronarët në Durrës, emra dhe problemet me dokumentet në faqen 16-17. Nga shëndetësia, mjekët, gjob kush reklamon qumshtin artificial në faqen 8. Gjiknuri, matësit e energjisë, partneritet publik-privat në faqen 12. Policët e Laçit, sheri nuk e pam deputetin Armando Prenga në faqen 5. Atentatet, Tahiri, gati për emergjencë, mesazhi terroristit, nuk duat përfundoj në qelisi Sala në faqen 10 dhe 11. Legalizimet në qarkun e Fierit, 950 familjet që do paguajnë faturën në faqen 14 dhe 15 të gazetës shqiptare. Do të shkojmë tek gazeta Panorama. Ajo do të ketë si titull kryesor sot lista me 11.000 emra, qeveria vendos formulën, nis kompensimi i pronave në faqen 19-23. Titulli i dytë i rëndësishëm i kësaj gazete, qeveria e opozita pranë paktit për reformën në drejtësi. Lu, byroja do të jetojë të paprekshmit. Mazhoranca dhe opozita arrin marrëveshjen për byron kombëtare të hetimit, do të varet nga prokuroria. Udhëzimi i maturës, datat e provimeve për në universitet. Nis plotësimi i formularit A1, provimet në 4 deri në 24 qershor në faqen 8. Qëlloi një djalë i ri, 16 deri 20 vjeç. Dëshmia e policëve në gjyq, dëgjuam krisma, nuk e pam prengën në faqen 11. Privatizimi Insig, shpallet fituese Eurosig në faqen 7. Vrasja mafioze në blok, ish polici mori vizë amerikane para ngjarjes në faqen 9. Opinionet sot janë të firmosura së pari nga Gjergj Meta me titullin Midis kambanave dhe namazit në faqen 15. Dhe po në faqen 15, kush e mbron interesin kombëtar nga Enio Civici, ëndra e shqiptarëve për një universitet të ri në faqen 16 nga profesor doktor Jorgo Mandili. Gazeta Shekulli hapet me krye artikullin Pronat, 4 forma për kompensim. Miratohen 3 vendime për të shpejtuar zgjidhjen e një procesi të zvarritur prej më tepër se 20 vjetësh. Në faqen 10 dhe 11. Vendimi, qeveria miraton shitjen e Insigut 30 ditë kohë për parat në faqen 11. Fier, lista 950 emrat që marrin lejen e legalizimit, procedura për në hipotek në faqen 16 dhe 17. Identifikohet grupi i terrorit në Bruksel. Është një lajm që vjen nga ngjarja e pardjeshme në Bruksel nga atentatet. Në faqen 4, 5 dhe 6 do të gjeni më gjërësisht zhvillime të tjera nga hetimi që ka nisur pikërisht për mbi autorët e atentateve të ngjarjes 2 ditëve më parë në Bruksel. Reforma në drejtësi dhe fytyra e ndotur e PD-s është opinioni që vjen sot në faqen 9. Rikthehen rreshjet e dendura, këshillat për të shmangur lëvizjet në faqen 3. Parku, Ministria nuk ka aplikim për leje mjedisore në faqen 13. Të tjera zhvillime do të keni mundësi të lexoni në brendësi të gazetës Shekulli. Do të eci më tej me gazetën Tema. Hapet me krye artikullin Frika nga sulmet terroriste, xhihadistët në hije apo uqrit e vetmuar që kërcënojnë Shqipërinë në faqen 6 dhe 7.
Çfarë kërkoi lobi grek bashës dhe flirti me një deputete helene? Në faqen 5, ambasadori amerikan, fundi i Al Caponeve, shqiptar, byroja e hetimit do të arrestojë të paprekshmit në faqen 4 dhe 5. Sulme terroristet, merret dhe gabimet për cilat askush nuk flet, në faqen 12 dhe 13. Historitë e gjysh Berishës që përfundojnë si lajmi në faqen 4 e të tjera zhvillime në brendësi të gazetës Tema. Gazeta Sot hapet me kryeartikullin: zbardhet plani SBA-s për arrestimin e politikanëve të korruptuar, FBI merr në dorë byron e hetimit, pajisje speciale dhe test gënjeshtre për hetuesit në faqen 2 dhe 4. Qeveria të riqet nga kontrolli i Byros së Hetimit, struktura që do të hetojë deputetët dhe ministrat në varësi të prokurorisë speciale. Edi Rama alarmohet nga braktisja e bazës për referendumin, thërret në takim drejtuesit e qarqeve të Partisë Socialiste. U kërkon të nxisin pjesëmarrjen mbi 50% në faqen 6. Qeveria nis sot kthimin e 23.000 hektarëve tokë për ishpronarët, përfitojnë 11.000 persona, ja procedurat që duhen ndjekur në faqen 11. KQZ rrëzon Partinë Demokratike, bie referendumi për këndin e lojrave dhe ndërtimet të parku i liqenit dhe parkingu nën toksor në faqen 9. Dështon mbledhja për dekoratat e sigurimsave në faqen 4. Mojko Mzeqo kundër dhënies me qira të monumenteve të kulturës në faqen 18. Komente dhe analiza si dhe zhvillime të tjera nga bota, kultura dhe socialja do të keni mundësi më shumë të lexoni duke shpjetuar gazetën Sot. Gazeta Telegraf vjen me kryeartikullin: Shqipëria i vetmi vend pa helikopter policie dhe shëndetësie. Vendimi i qeverisë detyroi Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të brendshme që t'ia kaloj helikopteret e ndihmës së shpejtë dhe ata të kontrollit ajror Ministrisë së Mimi Kodhelit në faqen 4 dhe 5. Byroja hetimore gjunjson PS-n dhe PD-n. Në faqen 2, ambasadori amerikan Donald Lu, byroja kombëtare e hetimit do të çojë para drejtësisë deputet, ministra, kryebashkiak dhe shtetarë të tjerë të lartë implikuar në krim dhe korrupsion. Investigimi në faqen 8. Skandalet e Kurum nuk kanë të sosur, megjithëse ka kërkuar në gjykat falimentin e kompanisë. Vazhdon boshatiset e magazinave dhe shitjen e çelikut. Kryebashkiaku Veliaj, sheshi Skënderbej do t'u kthehet qytetarëve me një projekt modern dhe bashkëkohor në faqen 3. Raporti vjetor 2015 bëhet fjalë për autoritetin e konkurrencës në Komisionin e Ekonomisë në faqen 6. Dhe vendimi i Këshillit të Ministrave Ylli Manjani, zgjidhje përfundimtare, deklaron ai për pronarët me 2 dokumente marrin pronat e tyre në faqen 6. Koha jon hapet me kryeartikullin ambasadori Lu dhe Al Caponët shqiptar në faqen 3. Meta viziton Pejën, Kosovë, pejanët si përmarrës të shkëlqyer të investojnë në Shqipëri në bujqësi në faqen 4. Molenbeek, aty ku terroristët ndjehen si në shtëpinë e tyre. Izraeli, në Belgjik zyrtarët e kanë mendjen tek çokolladat e jote siguria. I kemi nënvlerësuar islamistët dhe rrezikun në faqen 16 dhe 17. Opinionet nga Sokol Balla në faqen 11, një humbje jo dhe aq e thellë, dhe Lorenz Vangeli vjen me komentin tjetër me titullin Lufta e Pist në faqen 11 të kësaj gazete. Kemi përfunduar këtu shtypin e Tiranës, do të vijojmë me ato të Prishtinës, shohim zërin, hapet me kryeartikullin Kosova ndez alarmet e sigurisë në faqen 4. Prokuroria vonesa operacionit çoi në vdekjen e mësueses në faqen 6. Nis largimi i uzurpatorëve në faqen 6 të gazetës Zëri, bëhet fjalë për një lajm ekonomik. Forcova miqësinë me Amerikën në faqen 2, deklaron Atifete Jajaga, presidentja aktualisht e Kosovës në largim. Nga bota, pse ndodhi Brukseli në faqen 12. Kosova kthen prapa kamionet e Serbisë në faqen 8. Bojkoti vazhdon, opozita nuk shkon në seancë në faqen 3. Rafiq priten sulme të shumta në Evropë në faqen 5. Koha ditore hapet me kryeartikullin Ymeri, prilli dhe maj do të përcaktojnë rrjedhën politike në Kosovë. Intervistë e Visari Ymerit, kryetari i lëvizjes vendendosjes në faqen 4 dhe 5 do ta lexoni më gjërësisht. Zyra belge në Prishtinë vendos flamurin në gjysmështisë dhe hap librin e Zis. Tregu i përbashkët energjetik ul çmimin e rrymës për 10%. Studim për tregun e përbashkët energjetik me Shqipërinë i bërë nga Repower Kosovo në faqen 5 të kësaj gazete. Vidhet rektorati, hajnat marrin televizorin dhe 2 kompjuteret në faqen 6. Të tjera zhvillime më lart, dështon dialogu për tregtim me Serbinë në faqen 3, vetëvendosje shkel ligjin për arsimin parauniversitar në faqen 2. QKUK-ja anulon tenderin që dyshoi se e ka kurdisur në faqen 2. Tribunali i Hagës shqipton sot verdiktin për genocid ndaj Karaxhiçit
gjithçka në faqen 9 të gazetës Koha Ditore. Këtu, Eno dhe Mira, kemi përfunduar edhe prezantimin e titujve kryesor të gazetave në Tiranë, por jo vetëm, kemi shkuar edhe në Prishtinë. Mirë Monika, do takohemi sërish në orën 8. Sërish në 8. Edhe me ju vetëm pas pak do takohemi, sepse ka detajet e motit e Rezi sot. Dita duket që në mëngjes si do të vazhdoj, po qëndroni me ne për të mësuar më shumë. Mirë se u rikthyer në program. Autoritetet vendore, pra autoritetet e bashkisë, për cilën ne do të flasim vetëm pas pak, kanë dhënë detaje se duke pasur parasysh rreshjet, mundet të ketë përmbytje të disa zonave në kryeqytet. Megjithatë, Rezi do të na japi në mënyrë specializuar tani, sinoptikania jonë çdo mëngjesi, për çfarë do të ndodhë në orët në vijim, edhe a do të ketë rreshje me intensitet ku mund të ketë përmbytje në rrugët e kryeqytetit, dhe jo vetëm. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjesi. Rreshtet kanë filluar ditën e djeshme, të cilat janë me intensitet mesatar deri në të lartë, do të ketë sot dita do të jetë me rreshje në gjithë territorin, por më tepër rreshjet do të jenë në pjesën qendrore, por në jug të territorit, dhe ne këto ta ndjekim të detajuar, si do të jetë dita sot, do të jetë me rreshje, por me rreshje të vazhdueshme. Pra që ndoshta nuk mund të ketë përmbytje, jo në atë mas, megjithëse ne përmbytemi me pak shi në fakt. Përmbytjet mund të jetë për faktorë të tjerë. Unë flas për pjesën meteorologjike, rreshjet do të jenë me intensitet, por jo rreshje të paktën nga modelet matematikore të qendrës europiane ku ne i referohemi gjithmonë. Po patjetër që i referohem, rreshjet janë normale, nuk do të shpallim alarmin. Rezi, po dëgjojmë për gjithë tablon meteorologjike ditës për sot dhe nesër. Atëherë pjesa e kontinentit evropian, pjesa veriore vazhdon të ndikohet nga masa të ftohta me origjinë veriore, të cilat vazhdojnë të japin një mot me rreshje shiu dhe rreshje bore dhe temperatura të ulta. E ndryshe paraqitet edhe situata në mesdhe, pra pjesa e Gradishut të Ballkanit, po ndikohet sot nga një qendër e presionit të ulët atmosferik, dhe kjo mund të shihet qartë edhe nga pamjet satelitori, ku kemi një sistem të vranësirave e cila gradualisht do të spostohet drejt territorit tonë, drejt Gradishut të Ballkanit, Kosovës, duke sjellë rreshje shiu sot, të cilat do të jenë her pas here dhe me në formën e shkarkesave elektrike për gjatë vijës bregdetare dhe më tepër në jug të territorit. Edhe Shqipëria sot ka nisur me një mëngjes të vranët me rreshje shiu në të gjithë territorin, të cilat sot do të jenë të pranishme në pjesën në të gjithë territorin dhe me intensitet më të lartë kryesisht për gjatë vijës bregdetare, kur her pas here do të jetë në formë në shkarkesave elektrike në zonën qendrore, por edhe në jug të territorit. Kjo situatë do të shoqërohet edhe me një erë të vrullshme, vazhdon do të ketë një erë të fortë, me një shpejtësi mbi 15 deri 20 metra për sekond, më tepër do të jetë në detin Jon, ku vallëzimi do të jetë 6 deri në 7 ball në det të hapur, e cila shkakton edhe probleme për ankorimin e anijeve. Për sa i përket temperaturave, ato kanë mësuar një rënje qysh në orët e para të mëngjesit, ato tashmë janë regjistruar nga 4 gradë në zonat malore deri në 10 gradë në zonat e ulta dhe ato bregdetare. Por rënja sot parashikohet të jetë me ndjeshme në vlerat e mesditës, pasi dje janë regjistruar rreth maksimumi 22 gradë Celsius, e sot do të ketë një rënje të ndjeshme me 7 deri në 8 gradë Celsius, pra në zonat malore nuk do t'i kalojë 9 gradë, e në zonat e ulta edhe ato bregdetare sot do të regjistrojnë vlera 12 deri në 14 gradë Celsius. Edhe Kosova është përfshirë nga masat ajrore të paqëndrueshme, tashmë të ftohta veriore, e sot do të jetë kryesisht një mot i vranët me rreshje shiu, pse jo dhe rreshje bore në skajet verior të saj, kryesisht në pjesën e dytë të ditës. Edhe në Kosovë temperaturat kanë mësuar rënje, ato sot nuk do t'i kalojnë rreth 7 gradë Celsius. Por për 24 orë në vijim, pra për ditën e nesërme, në gradualisht qendra e presionit të ulët, e cila është pozicionuar mbi territorin tonë, do të spostohen drejt juglindjes së Ballkanit, e nesër parashikohet një përmirësim gradual i kushteve atmosferike. Mëngjesi do të jetë kryesisht me vranësira mesatare deri në të dendura në jug të territorit, e rreshjet do të mbeten të fokusuara nesër në jug të vendit. Pjesa perëndimore dhe qendrore do të ketë më tepër diell. E në skajet verior nesër parashikohet në orët e para të mëngjesit ketë rreshje të pakta të borës si pasojë e rënies së temperaturave në mëngjes, por mesdita si pasojë e orëve me diell do të sjellë një rritje të temperaturave më tepër në bregdet, e nesër parashikohet të kemi një vlera deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare. Pra ky ishte për sot informacioni mbi kushtet atmosferike. Flesh Rezi, fundjava do të jetë e këtill apo vjen dielli? Po, fundjava do të jetë me diell. Gradualisht do të kemi na mjafton. Faleminderit Rezi. Sa për flesh duhej për të ditur se fundjava do të jetë me diell. Shohim tani kursin e këmbimit valutor për këto informacion, domos për këmbimin e valutave të huaja në raport me lekun shqiptar. Nga tabela që do të shihni tani në ekran, 124.5 ndrohet dollari, ndërsa euro ndrohet me 138.5 lek. Franga zviceriane këmbet me 126.8 lek, ndërsa poundi britanik ndrohet me 175.7 lek. Ndrimi midis euros dhe dollarit këtë mëngjes është në këto nivele: $1 amerikan këmbet me 0.89 eurocent, 1 euro ndrohet me 1.11 dollar. Ky ishte edhe kursi për këtë mëngjes. Siç thot Vasko, natyrisht që në këtë jetë kemi të mirë dhe këqij, se s'mundet ta shtyjmë dot jetën vetëm
me njerëz të mirë pozitivistë do të ishin parajs pastaj. Por, më parë do duhet që ato që është e drejta, apo është e gabuar, ato do duhet për typin. Po varet, dhe ndoshta ndonjëherë pa drejtësi të bëjnë dhe pak të keq? Ndonjëherë këto filozofitë e jetës në gojën e Vasco Rosit vinë rok në mëngjes në një ditë shiu. Ky është Vasco me Borneo Cattivi.